Pastaj thot pejgamberi Allahut wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Mirë po robi nuk mjafton me krirjen e farzëve. Ai vazhdon aktivitetin në ibadet dhe me nafile. Nafile do të thot vepra vullnetare. Krijen vepra vullnetare derisa ta përfiton dashurinë e Allahut. Para të komentatorët e hadithit pejgamberit Allahut thoshin se ka vepra që i don Allahu dhe ka vepra që njeriu me ato vepra arrin dashurinë e Allahut. Nëse krijnë farzët janë vepra që i don Allahu. Për të arrit dashurinë e Allahut azza wa jall duhet të vazhdosh me vullnetare derisa të jesh i dashur te Allahu. Dhe thonte Ibn Qayyim, nuk është interesant që ta duhesh ti Allahu, po është më interesant që Allahu me dash ti. Me dash Allahu azza wa jall robën e vet. Apo nëse e përfiton dashurinë e Zotit të vet, çfarë ndodh? Tha do të jem shiqimi atij që shiqoj. Do të jem ndëgjimi atij që ndëgjoj. Që ndëgjon, do të jem dora atij që përshëndet. Do të jem koma atij që hec. Çka nën kupton, do të thotë që shiqimi atij është nën kujdesin e Allahut. Që Allahu ja ban që sini vetë, mos ta don ta shiqon, vetëm atë që e don Allahu. Dhe e ban sinin e atij që mos ta don që ta shiqon atë që e urren Allahu. Dhe veshi ti bëhet në atë moment që mos ta ndëgjon, vetëm atë që e pëlqen Allahu dhe e don. Dhe ta urreje të ndëgjon atë që Allahu azza wa jall nuk e don. Dora ti s'ka mundësi që të merë atë që cilën Allahu azza wa jall nuk e don. Koma ti s'ka mundësi që të hec drejta gjë ku Allahu azza wa jall nuk e don. Tha Allahu azza wa jall çfarë do kohë, çfarë do momenti, çfarë do rasti dhe çfarë do gjendje që të mpyet ai që të kërkon, unë do t'i përgjigj. Sikur që thon Allahu azza wa jall, unë jam i nënshtruar pranë atij. Kërko, lip, çfarë do gjendje je, unë të përgjigjem atij. Ta i përgjigjem atij. Dhe në kërse kërkon strehim, do ta strehoj. Pra ki është i dashuri Allahut azza wa jall. Ja ashtu me fitu dashurinë Allahut azza wa jall, Allahu azza wa jall na ban prani në tokë. Ndëgjoni këtë hadith që thot pejgamberi Allahu, kur Allahu e don një rob, i thot Xhibrili që Xhibril filanin pe du, dhe e don dhe Xhibrili dhe atë njeri. Pastaj Xhibrili alayhis salam e ngrit zonin qiellin e lartë pranë melekëve dhe thot, filanin pe don Allahu, e dojnë dhe melekët. Kur ta dojnë melekët, Allahu azza wa jall i ban prani në tokë, që nën kupton se fillojnë krijesat me dasht atë njeri që e ka dasht Allahu azza wa jall. E kundërta nëse Allahu azza wa jall e urren një njeri, i thot Xhibrilit nuk pe do filanin, mos e doj, nuk e don Xhibrili, nuk e dojnë melekët dhe krijesat, fillojnë ta urrejnë edhe në tokë. Ndërsa njerëzit me dasht është e rëndësishme vëllezër të ndërsh, për çka se janë dëshmitarët e Allahut në tokë, që thot pejgamberi Allahut se ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë, ndërsa melekët janë dëshmitarët e Allahut azza wa jall në qiell. Pra Allahu azza wa jall nëse e don një rob, i ban atij prani, e larta që Allahu azza wa jall atij njeriu t'ia mundson të shijon ambëlsirën e imanit. Ai që arrin këtë shkallë, s'ka mundësi që imani t'i shmanget nga zemra ti. S'ka mundësi ai që të devijon pas udhëzimit. S'ka mundësi ai që të braktis atë që e donë Allahu azza wa jall. Allahu na bon për atinve që e shijojnë ambëlsirën e imanit. Ai që e ka shiju ambëlsirën e imanit, kënaqësia e tij, strehimorja e tij, gjallërimi i zemrës së tij, ushqimi i shpirtit të tij, kënaqësia e sirit të tij është vetëm në atë të cilën e ka shiju, nga se nuk ka mundësi të përshkruat mirë, po ka mundësi të përjetohet. Këtë e kish për qëllim kur thonë të Sheikhul Islam Ibn Taymija, ai që nuk ka hinë xhennetin e Allahut në tokë në këtë dunja, s'ka për të hinë xhennetin e Allahut në ahiret. Ai që nuk e ka shiju kënaqësinë e xhennetit Allahut në tokë, s'ka mundësi që ta shijon kënaqësinë e xhennetit në ahiret.
ku xheneti Allahut azza wa jall në tokë, xheneti Allahut në tokë janë adhurimet, janë ibadetet, janë përmendja Allahut, janë kopshtet e xhenetit siç i emërtoi pejgamberi Allahut. Pra thonte pejgamberi Allahut se një njeri ndër njerëz janë ata që shijojnë ambëlsirën e imanit, njëri prej atyre që e don Allahun dhe pejgamberin e Allahut më shumë se çdo kënd. Me dosh Allahun azza wa jall dhe me dosh pejgamberin e Allahut nuk është nafile. Kjo është e domosdoshme pjesë e imanit. Nëse e don dunjan, nëse e don familjen prej familjarëve, nëse e don pasurinë tonë, nëse e don komoditetin tonë, po nëse e don dhe veten tonë, më shumë se Allahun dhe pejgamberin e Allahut, ti kije probleme në çështjen e imanit tonë, nga se Allahu azza wa jall dhe pejgamberi Allahut tash domosdoshëm mu dash më shumë se çdo kush, ai i cili orvatet dhe ban xhihad me veten e tij, që ta don Allahun dhe pejgamberin e Allahut më shumë se veten e tij, më shumë se familjarët e tij, më shumë se çdo sen që e kënaq sinin e tij, është ai prej atyre që e ka shiju ambëlsirën e imanit. E nëse don me vërtetu, ti me provuan se a e don Allahun dhe pejgamberin e Allahut ma shumë se këto, atëre përkthen jetën tone, shiqo vepra që ti ka kërku Allahu azza wa jall, a i don ma shumë se sa atë që cilën Allahu ta ka ndalu. Je prej atyre që e ke dashur Allahun dhe pejgamberin e Allahut ma shumë se çdo kënd.